Çoçoli, në vjueshmëri të kësaj për cilën po flasim së bashku, i përmendëm edhe më herët të dyja raportet, një ndër to kërkon gjithashtu edhe investime më të mëdha në kapitalin njerëzor, një temë të cilën gjithashtu ne e kemi ngritur her pas here dhe e kemi diskutuar jo në pak raste. Në terma praktik, ndoshta për ta bërë sa më të thjeshtë të kuptueshme edhe për publikun, çfarë në kupton kjo për Shqipërinë dhe cilët sektor, nëse mund t'i përmendim, duhet të kenë përparësi në këtë drejtim? Patjetër që sektori i bankave, sepse aty vlera e shtuar është shumë e lartë. Është që industri më vete, industria bankare ka qenë shumë, si thua, e mirë kapitalizuar, pra me shumë para. Depozitat e shqiptarëve kanë arritur nivele rekord. Megjithatë duhet vënë re që edhe këtu kemi atë koeficientin e famshëm të pavarësisë. Pse? Sepse pjesa më e madhe e parave është përqendruar në pak duar. Pra mund të themi që ndoshta janë mbi 300.000 apo 400.000 depozitues, pra që kanë kursimet e tyre në të 11 bankat e sistemit tonë bankar, bankat tregtare, por ama ata që kanë më shumë se 25.000 euro ose ekuivalentin në lek, janë shumë të pakët. As 4-5% e gjithë këtyre 250.000, 300.000 si thua kursimtarëve, atyre depozituesve. Kjo tregon që atë që pasuria është përqendruar në pak duar edhe tek ne dhe po shkon gjithnjë me më pak duar. Çfarë tregon kjo tjetra? Që duhet të kemi shanse, ju e përmendët shumë drejt kur pyetet për sektorët ku ne duhet të punësojmë, të mbajmë në punë njerëzit tanë. E para është industria bankare, që patjetër ajo duhet zgjerohet. Kemi lajmin e mirë që 2 banka të reja do të si thua bashkangjiten shumë shpejt sektorit bankar, 11 që së bankave tregtare që janë, Turqia Ziraat dhe një bankë tërësisht digjitale me kapital izraelit. Kështu që